Po ashtu në kallëzimin penal nuk është sikur askund që ekziston ndonjë raport mjekësor nga ana e palës së pandehur për të palën e pandehur, kështu që mbi bazën e dispozitave dhe prokurori i shtetit nuk e ka parë të arsyeshme që më tej të vazhdoj, domethënë ta marrë në pyetje të pandehurin. Ndërkaq, fakti që ai e cek që ka pasur një raport edhe që është lënduar, padyshim që tash këto janë deklarime të palës së pandehur dhe secili e jep versionin e tij me qëllim të mbrojtjes, ashtu siç mendon që është më së miri. Meqense ju tërkohën po bazoheni në atë se çfarë ka deponuar zyrtari policor, puna e prokurorit është të notarizoj punën e zyrtarit policor apo shefi hetimeve? Absolutisht nuk është të notarizoj punën e zyrtarit policor, mirë po prokurori i shtetit i ka autorizimet e ndryshme në bazë të kodit të procedurës penale. Aty ku ai është të arsyeshme që duhet të merret akt vendim për fillim të hetimeve dhe të kërkohen sqarime apo prova shtesë, ai normalisht që do ta bëjë një gjë të tillë, gjë e cila është punë e përditshme e jona, si e prokurorit në fjalë, si e gjithë prokurorëve të tjerë. Mirë po te rastet kur kemi të bëjmë me vepra që janë të në një natyre më të lehtë dhe kur nga kallëzimi penal shihen se ekzistojnë të gjitha provat dhe krijohet dyshim i bazuar mirë se është kryer vepra penale nga personi konkret, atëherë për prokurorin e shtetit nuk është e nevojshme që të zvarrit më taj procedurën, por i njëjti të njëjtën e dërgon me akt akuzë në gjykatë apo rastet e tjera kur ekzistojnë arsye për hudhjen e kallëzimit penal. Prandaj nuk mund ta konsiderojmë këtë që është notarizim. Prokurori i shtetit padyshim që është shefi hetimeve, mirë po ai e vlerëson çdo lëndëve që veç dhe varësisht prej rastit vendosë se si duhet të procedojë tutje.